Shumica prej nesh nuk e besuan Daniela e Fermavi publikon foto të vllait Dragua. Historia e Danielës, ish konkurrente tek Ferma Rip, te Ferma VIP kanë gjallur shumë reagime pas deklaratës së saj se vllai i saj lindi Dragua dhe kishte fuqi të mbinatyrshme veçanërisht gjatë netëve me shi. Për shumë kënd kjo histori tingëlloi si e pabesueshme, por Daniela ka reaguar fuqishëm ndaj skepticizmit. Ajo ka publikuar foto të vllait saj të vogël, të cilat sipas saj dëshmojnë qartazin ndryshimi dhe fuqinë e tij të veçantë, duke theksuar se ai kishte sjellje të pjekura për tej moshës, fuqi fizike të jashtëzakonshme dhe një prani të pazakontë që i linte të gjithë të habitur. Daniela gjithashtu kujtoi se Jati e përshkruante të birin si një burr i madh në trup të vogël dhe se në familjen e saj ishte përjetuar si një fëmijë me mision të veçantë. Pavarësisht se disa e quajnë këtë histori mit apo fabul personale, Daniela këmbgul se nuk ka asgjë për të trilluar dhe se fëmijët Dragua janë realitet për shumë familje që nuk flasin publikisht.